Kontrata futbolli dhe viza turistike po përdoren nga trafikantët e njerëzve për të sjellë në Shqipëri emigrantët nga vendet e treta. Vendi ynë është ndruar në një vend tranziti ku emigrantët kalojnë për të arritur në vendet e Europës perëndimore. Piranjat arritën të dokumentonin raste të trafikimit të emigrantëve nga vendet e lindjes drejt Shqipërisë, përmes kontratave të punës me biznese të ndryshme dhe më pas, ilegal, shkojnë drejt Europës. Të rinj qëndrojnë jashtë aeroportit në pritje të dikujt që do të mund t'i transportojë për në një destinacion ende të panjohur. Në një takim të zhvilluar nga Piranjat, një djalë i ri që është mashtruar me kontratë pune false, tregon se ka paguar 600 deri në 700 euro për të mbërritur në Shqipëri, por destinacioni i tij ishte Italia. Ai tregon se ka ardhur me një kontratë futbolli. Gjithashtu një tjetër emigrant nga vendet e treta rëfen se ka paguar 3000 euro për të ardhur në Shqipëri, por tashmë kanë mbetur në udhkryq. How much you pay for visa? 600 euro, 700 euro. Why not go Italy, Spain, France? Much more now. How much from Albania in Italy take money? Money I don't. Not any friend for you go Italy? No. Who bring you here? My manager friend. Albanian? No, Nigerian. And have contact with people here for make visa? He has Albanian passport. You coming with visa for work? Visa D, visa C. So A contract for where you play, but I need to. I go doing contracts. For football, yes? And you not go for football. Huge football. Like night shift. They don't give you contract. How is I it? used their contract, but it was just And for coming, how much it was? 3,000. When you come, where they give you accommodation? No, I stay with your friend. Who bring you? Gjatë investigimit të Piranjave është identifikuar edhe një trafikant nga Bangladeshi që qëndronte në Shqipëri, i cili rekrutonte emigrant për t'i trafikuar jashtë Shqipërisë. عشان اني اتخنقت من البلد ماشي بس ما تنسانيش بالله عليك ما مش انت ما بتكلم هذا الشيء كده بلاش السعودية انا كده انا مش هكلم حد انا بكلمك انت في حالك تعرفني ما بيكلم يكون جايب لي الجواز والفلوس وانت بتركبني العربيه اللي هتمشيني 5 2 3 300 400 يورو ادهم ما مش انا بتترك ان شاء الله انت ما بيكلم هنا اوكي انا ما بكلمش حد وانت عارف تنساني Ndërkohë që në 2025 Piranjat kanë dokumentuar një rast të trafikimit të emigrantëve ku 11 egjiptian kanë mbritur në Rinas me kontratë pune, ku u pritën nga Kristos Guri, një 66 vjeçar nga Korça, i cili rezulton të ketë 2 nipte të ndryshme me aktivitete gjithëpërfshirëse, duke nisur nga bujqësia, peshkimi, blegturia dhe ndërtimi. Dhe në një intervistë për Piranjat, ai mohoi të ishte i përfshirë në trafikun e emigrantëve, duke deklaruar se i merrte për të punuar në biznesin e tij. Ju vetë nuk është se keni lidhje me trafikun e palishëm të emigrantëve? Jo. Ndërkohë që në redaksinë e Piranjave ka shkuar edhe një video e një emigranti nga Egjipti, i cili rezulton që ka ndruar jetë, teksa vllai i tij duket se është marrë peng nga persona të cilët kërkojnë para që nuk ka marrë nga emigranti që ka ndruar jetë.